Ja, dhe më plas kryet kreta, hajt. Pse bre shka u bon, shka ki? Qysh be valla shka ki, tën ditën, pa cigare, pa kafe, do me lujt o valla. Dita e pare Ramazanit nuk e di qysh do t'a qaj deni në fund. Ka dal bre, ka dal mos u got. Se kur e ki njetin e mirë, krejt bohën. A si ta mojsh menën, veç të kofja e të cigarja, ma mirë mëse vazhdo heq, leje krejt. O pasha, 20. Me mdall dikosh për para që tashti, mduke që ki dy njoja më kanë faje, por cupa e kësha bon, valla bila, nuk e di. Edhe pramër në sëfër kisha arru me bon njetë krejt. Po mirë vete, a je qunë sëfër? Po jam qumër e qysha e qumë. Po qa jam me bon njetë jo që aty. A e bon njetë me goj, a nuk e bon, s'ko lidhje. Momenti që qohësht je qu për me agjëru, qaj është njetë? Njeti nuk e ko venin goj, a e ko venin zemër. Valloj, mirë e ki që to. Po më nganë muhe, që dollë me hec me pak, mësë më nga kaljan kua se do me lujtone, do më tranu keq. Qua dhe dollë me hec më pak, ta përkaton. Ashtë ta na hec edhe dita. Po, hajde ullë me qëto se... Shka bon, bre? Hisa ka jes dita, zote, a ere bon. Edhe zora 2, du me prish Ramazanin. Kupi kryet pa kafe, pa sigare, sun për rri. O, vlo, nuk është puna veç të bukat e uji, po është të durimi, dush me pos durim. Po mdo këtë ty shejtani është të dheq. A qëfar shejtani be mas far pa lidhje? A e diti vlo që në mujtë të Ramazanit shejtani prangosët. Qysh be prangosët? Shejbe të folë? Nga vlo, një musliman në Ramazan onë gjendje mi falë 20 rekate taravis. Jashtë Ramazanit, shpesh herë ndodhë mës me mujtë mi falë 2 rekate farz sabajt. Po me njetë të mirë e agjeron edhe sot edhe ton mujin. Mës i muj mend veç të kofja e të cigarja. Po që dolim sheditin pak, hajde. Hajde be do dolim, po. Bal ditë e rani sot dhe zote, hajde bo. A mu të më doka, shka bo nuk e di. Njeti mirë i ka përcen krejt. Amen, inshallah. Kada. Ku po shkon? S'peshe që na të prit në rana këto, ha? Veç më nësh me prit për mas. Falë pash një zot, më banë halal se nuk pash, po isha të hi porsen e qera me ble. Kërkoj falje. Jo, s'kisha nevoj më kërku falje për prit në ranë, se dhe nëna të prit në ranë, kena Ramazan, nëna të prit për iftar. Ta është vjera në tyje, hinë edhe blenë edhe ti. Prit në ranë, më së gotë. Mi dhe thash në falë, hec para ne, hec. Mëre më së më kallë, dhe ti mua heci, unë tasha nuk heci, jo ti ki me dollë me ble i pari tash. Unë e qështu po të thamë. Ti ndërum, duke son të kërkova falje. Nuk je pashin e të prit për buk, po hira porsen e qera me ble. Hec para ne, shko ble i buk, për i pun, hec. Mëre më së më kallë, dhe ti mu shka me bon. Po tash, unë e po thamë, për i notit ti ki me hi pari. Qështu po thamë, unë edhe u kry. Vlat kërkova falje, nuk pashin e të prit në rënd, dhe dashta me hisen e qera me marrë. Edhe thash më falë, hajde urdhno, ble që ki me ble. Shka u bon? Shka ka Bre shka u po unë e të prit në rënë, burë të me morë buk Ramazan, ku e iftarit. Kë bjen hinë panen këto, në shem të prit këto? Jo, i kërkova falje, nuk e pash, tash hec Mare, me buk. s'ki nevoj më kërku falje e mu tash. I pa më thot, jo, për i natë kime i të i pari me ble buk. Hajde me mu veç pak që kënina. Pa jo, be vëllo, po thonë e të prit që një sahat këto, jam kë bjen hinë para me je këto. Mos më hyp njerëvat ma shumë Allah hile di më thonë, se pe hanë edhe tatin ati. Njerëva janë këto, s'muj mo. Po mirë bre vlo, shka folja unë sot me tyre, shka banë në laf, një sahat e këna folë qëtë punë. Nuk është bre puna të buka dhe të uji. Dorim dësh me pos, dorim. Nuk po moj bre vëllo, s'po moj.
Qysh kesh të prit në rena burë, erdhë hini para me je ma zunë një renin. Unë e si njëri thash dhe rrib për mas, prit e renin, kur t'vjen, a i mund gjetë burë. Durim rëvlo dosh me pos. Krejt punë është të zemra jote, sa e ki zemrën e furt. Dosh me pos durim, me duru. Pas pa muajve dhe lobe të ruba shash kolaj. Vla, më banë halat se nështë edhe unë i pa të fajt. Jebe më stanin ty. Mere këta vla, që jo njëve të për iftare, familjes tone, kërkoj falje dhe njerë. E Fajt si fajtonë o jetë të dy, mas iftarit, kishim shku bashkë, ti kishim falë të ravit. Kismet me emën Zotit aty. Ish. Bashkë shkojmë. Sem të dve ty e heq më stanin. Hajde me shime të. Hajde për të mirë. Sem të dve ty, po, hajde shkojmë ka shpija, hajde se edhe mu më lave pa bokë. O vlo, ju kërkoj folje për atë që ka ndodhi para iftarit. Se nuk jam kon vetë vetja pasha Zotin, nuk e di as vesësh. O le ma bet, haroj, hajde. Jo, vla, jo. Bash mirë bili që e qeli këtë mabet se na e kemi zakon me im shef problemat. E me i fut në rtepi. Po probleme që e kemi do të me nëzirë për mi tavolinë edhe me e zgjidhë. Qëtu me ven e ki, po kjo nuk pat nevoj me bo gjithat telashe për një ren me prit, cili me marrë bukë për para. O isë. Unë të kallëzova para se me një të dyqoni që menën e kam të kafja e të cigarja se për bukë e për ujë, ty be në më shkof menja gjithë ditën pasha Zotin. Lazëm, unë e dashta dhe shka me e thonë. Po mirë që ki problem o krimi kaqë. Po më vjen shumë mirë që të ditu pajtut me shku bashkë në xhami. Po ngomni këto. Dashta me e thonë edhe diçka tjetër. Se barku gjithmonë kërkon ushqim. Zemra kërkon besim. Po një gjanë dush me e ditë. Se mendja gjithmonë kërkon dorim. Duhet me kanë të ndershëm. Se në këtë tokë kemi arë prej të ndershmit. E tash e kam një pyetje për ti, vlla. Me pas mshel, 6 ditë me një dhomë. Edhe mas 6 ditëve del prej dhomës. Çka kishe kërku më i spari? A buk, a cigare? Te durimi as gjithçka vlla. Te durimi. Sot lexon sa din. Sa din çash punon. Po edhe sa punon çash kije. Kur të nervozohesh edhe s'ki durim. Shko vlla, merr abdes. Merr abdes se shejtani është kriju prej zjarmit. E aju i abdesit. E shumë. E sot kur njerëzit po nervozohen, menja e parë që po ju shkon për dhezin cigaren. Po jo vllai dashëm.
Zjarmi me zjarm nuk shuhet. Bismillahirrahmanirrahim, me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Jemi në muajin e shajtë të Ramazanit, ku Ramazani, ndryshe thënë, është një udhëtim i gjatë shpirtëror, me të cilin njeriu apo besimtari në këtë rast synon ndryshimin pozitiv, të rikthehet tek Zoti i Madhreshëm dhe ta rigjej vetveten e tij. Nuk ka dyshim se agjerimi ka dhe qëllimet e tij. Ndër qëllimet më parësore të agjerimit është devotshmëria e njeriut, ndryshe thënë afërsia me Zotin e Madhruar. Afërsia me Zotin nënkupton që njeriu të bëj punë të mira, të angazhohet në atë që është më e dobishme, më pozitive, më profitabile, qoftë me Zotin apo me njerëzit në përgjithësi. Njeriu kur është më afër Zotit Madhruar, ai është më i devotshëm. Atëherë kur largohemi nga Zoti, njeriu fillon ta largoj apo ta zbeh devotshmërinë e tij. Agjerimi vjen pra që njeriu ta afrojë me Zotin e Madhreshëm, që nënkupton ta bëj më të devotshëm dhe në anën tjetër të jetë nga ata njerëz të cilët mësohet të jetoj me praninë e të Madhit Zot. Aspekti i dytë i cili Ramazani vjen tek ne dhe na mundson që ta kuptojmë është se Ramazani krijon një karakter të fortë dinjitoz. Kjo arrihet me anë të dy formave. Me disiplinën që agjeruesi tregon në Ramazan dhe vetë kontrolin e tij. Në çdo lëmi tjetër, qoftë në aspektin psikologjik, qoftë në aspektin sociologjik, njerëz të suksesshëm, njerëz të fortë, njerëz fitimtar, i kanë dy përparësi të cilat nëse i shfrytëzojnë dhe janë brenda tyre, ata realisht kanë me triumfu në këtë botë. Dhe ajo është vetë disiplina dhe vetë kontrolli që ka në jetën tonë. Ramazanin e shohim se ka ardhur të dyja për të na forcuar, sepse kur njeriu ka një disiplinë të lartë dhe vetë kontrollin e tij, atëherë ai është i destinuar që të dalë faqebardh nga kjo botë. Ramazani na tregon se për ta ruajtur agjerimin ton, për ta ruajtur shpërblimin ton, për ta ruajtur punën e mirë, duhet që ta kontrollojmë vetveten ton. Kontrollimi nënkupton që nga koha e syfyrit deri në kohën e iftarit, të largohemi jo vetëm nga ushqimi dhe nga pija, por të largohemi nga gjithçka e cila e zbeh dhe e dobëson agjerimin ton. Qofshin fjalët e liga, qofshin mendimet e liga, qofshin thashëtheme, apo gjithçka tjetër e cila tenton ta largoj shpërblimin nga ajo që kemi arritur si shpërblim në këtë muaj të Ramazanit. Pra, vetë kontrolli dhe disiplina na tregon se edhe në kohën e iftarit, edhe në kohën e syfyrit, njeriu duhet të ushqehet, mirë po jo të ushqehet jashtëmase. Na tregon se ushqimi më i mirë në muajin e Ramazanit është ushqimi shpirtëror. Në muajin e Ramazanit mësojmë se njeriu është i fuqishëm dhe se njeriu e rigjen vetveten e tij. Në anën tjetër, largon një pjesë të madhe të arsyetimeve që i ka para Ramazanit. Ndonjëherë njeriu mund të thotë, nuk mund të falem, nuk mund të agjeroj, nuk mund të bëj një punë të mirë. Mirë po Ramazani vije dhe i thot njeriut, ti mundesh, ti ke mundësi, ti ke forcë, vetëm duhet të jesh i vendosur. Ramazani na tregon se kur njeriu është i vendosur dhe kur ka vendosur që punën e mirë ta lidh direkt me Zotin, çdo punë e vështirë për të bëhet më e lehtë.
E shohim se përqendruar pa ushqim dhe pa pije, që në bazë dhe element i rëndësishëm jetës sonë, njeriu e bën këtë vetëm për hir të madhit Zot, duke u larguar nga këto për afër 15 orë. Pra, ka mundësi, mundet. E shohim se nëse dikush ka arsyetime se nuk mund të falem, kur vjen koha e Ramazanit, vetëm teravi fal një numër të madh të rekateve. Pra, ai mundet. E shohim se një pjesë e madhe besimtarëve tregojnë një pasqyrim të vërtetë të imanit, duke u larguar edhe nga fjalët e liga, duke u larguar edhe nga veprimet cilat ruhen për të mos e prishur agjerimin e tyre. Ramazani na tregon se ti ke mundësi dhe mundesh të jesh më i mirë, dhe në anën tjetër na bëjmë të kuptojnë thellë në shpirtin ton se arsyetimet për mos të bërë punë të mira bien, ato largohen nga ne, sepse mundemi gjithmonë të bëjmë më mirë. Muaji Ramazanit na bën besimtar më solidar, më të afërt me tjetrin, më bashkëpunues, më unifikues. Ramazani vjen tek ne me kuptimin se njeriu, edhe nëse ka punë të mirë, nuk duhet të jetoj dhe të mendoj vetëm për veten e tij, por punët e tij, pasurinë e tij, të ardhrat e tij dhe ushqimin e tij duhet ta ndaj me të tjetrin, sepse vetëm në këtë formë ka kuptim jeta e tij, ka kuptim të qenurit ekzistent në këtë jetë dhe ka kuptim angazhimi dhe fitimi që merr në këtë botë. Ramazani na tregon se edhe koha e iftarit, edhe ushqimi për iftar duhet që të ftohet edhe tjetri, të ndahet kohë edhe për tjetrin me qëllim që së bashku të përfitojmë nga ky muaj i bekuar. Ramazani në anën tjetër na bën që të mendojmë më shumë edhe për bamirësinë, sepse ajo është bazë e të qenurit njeri fitimtar në këtë botë dhe bazë e të qenurit xhenetli, i shpërblyer në botën tjetër. Pejgamberi alayhis salam ka treguar shumë drejt dhe shumë qartë, duke na këshilluar se besimtari nuk ka besim të fortë, nuk ka besim të plot, nëse ka flajtur me barkun e ngopur, ndërsa fëqinju i tij nuk ka çfarë për të ngrënë. Pra, edhe në Ramazan tentojmë dhe vazhdojmë që në vazhdimsi të ftojmë njerëz për iftar dhe të shkojmë ashtu siç jemi ftuar diku tjetër, me qëllim që të bashkohemi më shumë afër me tjetrin. Në anën tjetër, një dietar ka thënë, sikur ta dinte ai i cili jep sadaka, se sadaka e tij s'pari shkon te Zoti, pastaj tek njeriu, nuk ka për ta ndalur dorën e tij asnjëherë për të ndihmuar dhe për të kontribuar për mirë. Pra, Ramazani vije me qëllimin që në vazhdimsi njeriu të jep nga ajo që i dha i madhi Zot, me qëllim që të jetë falënderues, por në anën tjetër t'i shtohen mirësitë dhe begatitë e panumërta në jetën e tij. Ramazani e ndryshon besimin e njeriut, e forcon atë dhe i tregon se jeta më e mirë, jeta me paqe, jeta me harmoni është jeta me besim. Fillimi i Ramazanit, mesi i Ramazanit dhe fundi i Ramazanit janë gjendje të ndryshme për besimtarin, sepse ato fillon dhe ndryshon gjendja e tij dhe ndryshon imani i tij. Për këtë arsye, Ramazani na tregon edhe në fundin e tij se jeta jon ka kuptim vetëm me besim. Në momentin që s'ka besim, që nuk ka iman, njeriu mund të jetojë, por është një lloj i jetës pa kuptim. Ramazani na tregon se jetesa më e mirë është jetesa me iman, sepse aty ku ka iman, besim, aty ka afërsi me të madhin Zot, aty ka paqë, aty ka harmoni, aty ka unifikim, aty Zoti i Madhreshëm largon belat dhe sprovat, Zoti i Madhreshëm jep begatit panumërta, dhe për këtë arsye Ramazani erdhi që në mënyrë drejt për drejt të ndikojë në imanin apo në besimin ton. E lutim të madhin Zot që Ramazani neve na gjej dhe të ndahemi prej tij të mëshiruar, sepse është një mundësi jetësore, është një kohë ideale që me anë të muajit Ramazanit ta rigjejmë veten ton, të dalim të mëshiruar,
Zoti Madhëreshëm na dhasht nga mëshira e tij, na mëshiroft në këtë botë dhe botën tjetër, Zoti na bëf për njerëz të mirë, Zoti ju nderoft.